Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është shprehur e gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, me qenë se unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka disa çështje të pazgjidhura mes palëve. Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose OSBE-s, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision faktmbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zejnullah Gashi propozohet kryeprokuror i shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar kësaj mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, prezantoi raportin final të Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Sipas këtij raporti, kandidati Zejnullah Gashi, kryeprokurori i Prokurisë Themelore në Prishtinë, është renditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij u renditen Abde Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fazliu. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-s amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër, diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë bëri dhe një thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkak janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrëties dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlindëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Kuintit dhe ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Raste të ngjashme kanë ndodhur dhe në fillim të vitit 2026. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.